Se si do të rrjedh procesi gjyqësor për Koçanin dhe çfarë mund të presim, flasim me ish-gjykatësin Sejfullah Osmani, të cilin e kam në studio. Mirë se vini në Alsat. Mirë se gjetëm. Faleminderit për ftesën. Zoti Osmani, nesër fillon gjykimi për Koçanin, e presim një lëndë apo na pret një lëndë voluminoze, mbas të asaj që sa ka të akuzuar, sa prokuroria ka mbledh prova për 6 muaj tashmë sa u bën. A mund të presim një epilog të shpejt gjyqësor ose do të ketë një proces të zvarritur me shumë procedura? Tani varësisht se si ka përgatitur prokuroria akt akuzën dhe sa ka siguruar prova të mirëfillta, shohim, po kjo prokurori që është ai që e udhëheq prokurorinë, edhe vetë qeveria edhe parlamenti tani, politika sigurisht ndonjëherë edhe futet në zona të ndaluara, po ky prokuror nuk më jep një bindje që ka bërë një investigim serioz, edhe pse ajo tragjedi, do të thënë, nuk ka njeri në Maqedoni që nuk e ka prek. Edhe sigurisht se duhet një seriozitet shumë i madh, po edhe një profesionizëm shumë i madh në trajtimin e vetë çështjes së vetë rastit. Ashtu si e filloi shumë keq. Tani si do zhvillohet si proces, nuk dua të paragjykoj, po besoj që trupi gjykues edhe do ndikoj, edhe pse nuk i ka ato autorizime sipas ligjit, që të kafzohet drejt dhe procesi të jetë i mirëfill. Në mungesë të akuzës për policët e përfshirë, që janë madje edhe elementi kryesor i veprës penale dhe i tragjedisë, nesër ne presim dispozitivin e akt akuzës së prokurorisë, po sa mund të jetë gjykimi i drejtë për të 35 persona, përderisa elementet e veprës penale nuk mund të kryqëzohen me akt akuzën që duhet përfshihen edhe policët? Tani do më kuptoni drejt. Me thënë, në shoqërinë tonë ndodh që ta kërkojmë fajtorin edhe atje ku nuk është. Dhe ashtu devijon rastet të cilat janë shumë serioze dhe kjo e prish edhe besueshmërinë edhe në gjyqësore në prokurori. Prokuroria mbi gjitha nuk është institucion i pavarur politikisht, po është, me thënë, i pavarur në aspekt të vendosjes dhe të veprimit vetë në aspektin e profesionizmit, dhe kjo që angazhojnë 10, 11, tani thuan 14 prokuror, jep mundësi për dyshime se tani nëse janë prokuror të mirë, edhe 3-4 e bëjnë detyrën saktë. Nuk ka nevojë për shumë njerëz që të bëjnë një punë që është për profesionistët një rutinë. Më kuptoni drejt, do të thënë pavarësisht volumit edhe numrit të akuzuarve dhe dëmtuarve, ai rast është për bindjen time i mbështetur në 3 gabime kruciale ose 3 lëshime kruciale, do të thënë, aty, do të thënë, drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim nuk ka bërë detyrën. Policia nuk ka arrit që të ndikoj të afaristët, posaçërisht të kjo afarist, që në rastet e tilla ti paraqes këto ndodhi. E dim që edhe po të bëjmë një protestë të vogël, me më shumë se 100 njerëz, ne detyrohemi ta paraqesim edhe në polici, edhe në institucione tjera që kanë kompetencë për të vepruar, dhe po që se të respektoheshin ligjet tamam si duhet, ky event po të ishi paraqitur në polici, edhe në ndihmën e shpejtë, sigurisht se tragjedia besoj dhe ishte shumë e vogël, edhe me më pak pasoja, që të gjithë, më thënë, për këtë pasoja jemi të meruar. Fatkeqësisht, ajo që ka ndodhur në Koçan e vjen pa disfunksionin e komplet sistemit në Republikën e Maqedonisë. Dhe kjo është për të ardhur keq. Sa prokuroria arriti ta ushtrojë rolin e saj si organ represiv në këtë rast? Pavarësisht se u fol për numra të shumë prokurorë të angazhuar, shumë prova të grumbulluara, megjithatë, gjykimi për Koçanin po fillon? Hetimi për Koçanin akoma nuk ka përfunduar. Po, do më kuptoni drejt, me thënë, vetë forma se si në formë kampanje e filloi prokurori i shtetit
Jo, në rregull është që ai, se me parimin e subordinimit, ai është prokurori më i madh. Dhe i bie atij që ai të bëj detyrën më të madhe. Po tani, kur ai mundohet të bëj edhe politik, edhe prokurorin, atëherë e prish komplet procesin. E vën në dyshim komplet procesin. Tani ati kishte edhe gjoj që shtrigash, edhe unë nuk them që ato që janë përgjegjës se nuk duhet përgjigjen. Jo që duhet përgjigjen, po duhet përgjigjen seriozisht. Për shkak se ajo duhet për ne si shoqëri të jetë një vërejtje shumë e madhe që të mos na përsëritet nesër në lagjet tona, qytetet tona. Është shumë e mundur, po që se institucionet nuk e bëjnë detyrën e vet. Tani, ky prokuror lë për të dëshiruar. Vetë qeveria, vetë parlamenti e ka targetuar edhe e ka votuar, e ka inicuar procedurën për shkarkime të njëjtit dhe nuk e përfundon, nuk e di pse. Folëm për përgjegjësinë e personave të përfshirë, megjithatë edhe komuniteti i ekspertëve, edhe avokatët mbrojtës të disa të akuzuarve kishin deklaruar se një pjesë e tyre janë përfshirë në hetim dhe në akuzë e në masa kujdesi, pa pasur bazë të fortë penale juridike për të qenë aty. A mund të pritje që gjatë gjykimit, trupi gjykues, në bazë të asaj që e thot prokuroria dhe në bazë të asaj që posedon prokuroria, ndonjë nga 35 të akuzuarit ta liron? Tani, do më kuptoni drejt, do të thënë, një nga parimet themelore të procedurës penale është in dubio pro reo, në mëdyshje në favor të akuzuarit. Dhe unë besoj që do kenë aq guxim trupi gjykues që për ato të dyshuar që nuk ka prova të mjaftueshme, prova bindëse, të jep edhe gjykime liruese, pse jo. Për atë thash pares, neve, me thënë, në atë kampanjen që organizoi vetë prokurori dhe vetë u fut në kurthin e vetë, tani ai bëri një gjuaj që shtrigash, kërkonte ca ministër që kanë qenë detyrë kur janë dhënë leje, kur janë bërë veprime, vetë leja që parafrazohet, vlerësohet se është e falsifikuar, se pronari lokalit të njëjtën e ka modifikuar që në interes të vetin, më thënë, me atë numër në ministeri keni krejt një dokument tjetër, jo atë lejen që edhe ka qenë e skaduar. Tani këtu kemi vinë në pa edhe një moment tjetër që është gjithashtu i dhimbshëm, do të thënë, në qoftë se lokali ka funksionuar, e dim çfarë janë detyrat edhe të inspektoratit tregut, edhe të inspektoratit përgjithshëm, po edhe të inspektoratit të Ministrisë e Ekonomisë që merret me kontrollin e lejeve, licencave kështu me radhë. Dhe i bie që gjithë këto nuk kanë bërë detyrën e vet. I bie që edhe policia pas ka qenë brenda e ka pa me disa pjesëtarë të vetë, e ka pa që aty ka edhe fëmijë adoleshent, edhe nuk ka ndërmarrë asgjë që ta ndërpres, thuan se gjoja pas kanë gjuajtur shtërshitës të narkotikëve, ku e diun çfarë. Po çfarë veproja ai polici që ishte brenda? Ato janë në detyrë 24 orë. Nuk mundi ai të informoj bazën dhe të kërkoj nga shefi ndërprerjen e atij eventi, që do ishte tani, thuan, kur të bëhet dami, rrugë gjinde 100. Po, ideja ime është që po që se shumë institucionet do këshin bë detyrën, ndoshta do parandaloheshin ato pasoja aq të rënda dhe tragjike që janë shumë të dhimbshme për çdo njeri normal. Duke pas parasysh pasojat dhe duke pas parasysh qëllimin e prokurorisë që ta vërteton veprën penale. Në fundit qëllimi i prokurorisë është ai për ata akuzon dhe për të ndjek. Sa do të jetë vështirë për organin e akuzës, kur ta përfaqëson akuzën para trupit gjykues, ta vërteton veprën penale për të cilën i ndjek të akuzuarit, kur e dim që një pjesë e tyre tashmë janë të ndjerë dhe nuk mund të vërtetohet fajësia e tyre. Shumë e saktë. Tani të vdekurit nuk gjykohen, se ashtu thot ligji. Po, unë do i them një diçka. Prokuroria sa është autorizuar të ndjek kryerësit e veprave penale, po që se ka mungesë provash, aq është autorizuar edhe të mos i ndjek, të ndërpres procedurat ndaj njerëzve. Do të thënë, tani shohim
një kampanjë utopike të prokurorisë që gjithë që i futëm kështu në para të esi, do vazhdojmë si edhe në gjithë rastet tjera gjithësore. Ajo është arsye që neve kemi besueshmëri shumë të ulët edhe te prokuroria të gjyqësia. Unë uroj që për këtë rastin e Koçanit edhe gjyqësia e prokuroria të reflektoj në drejtshmëri, në implementim të rregullave të përgjithshme të drejtësisë, edhe gjithë të na bindë se edhe mund të më bindë se jam i gabuar për skepticizmin që kam ndaj prokurorisë. A mund të presim një sër të ekspertizave që do t'i kërkon mbrojtja posaçërisht, pse edhe gjykata, kur bëhet fjalë për zjarrin, kur bëhet fjalë për dyshimet për përdorimin e lëndëve narkotike, kur bëhet fjalë për hapësirat në të cilën ka funksionuar kabareja ose lokacioni ku ka qenë i vendosur diskoteka Puls, dhe ky numër i madh i ekspertizave që do të kërkohen gjatë procesit gjykues, a mund ta zvarrit procesin? Po, unë mendoj që këtë është dashur mbrojtja ta bëjë që më herët, do të thënë që në fazën e tërësisë dhe të njëjtët që propozoj ose të siguroj vetë që të mos zvarriten proceset, po. Ne jemi vendi vakive, do të thënë, të neve mund të ndodhë që edhe për një arsye shumë banale, i gjithë ky proces që në bazë edhe ekonomikisht është shumë i shtrenjtë, po edhe në aspekt të pritjes, do të thënë, tani më besoni, le që ato familjet që kanë humbur fëmijët, familjarët e vetë e kanë dhimbjen e humbjes, tani do kene dëshpërimin e stërzgjatjes procedurale dhe kjo akoma më shumë do e thelloj atë hendekun e besueshmërisë shoqërore në gjyqësor dhe në drejtësi. Thash, uroj që të jemi gabuar dhe në këtë rast mos na ndodh ajo që na ka ndodhur në shumë raste tjera. Do t'ju pyes pak për qasjen e prokurorisë në raport me palët të cilët kanë komentuar këtë rast. Ka pas një kërkesë nga vetë krye prokurori, por edhe një komunikat nga prokuroria, që më pas kishte një reagim nga oda e avokatëve, ku është kërkuar që avokatët të cilët nuk janë të përfshirë në procedura të mos përfshihen dhe të komentojnë rastin në pikpamjet profesionale. Është një kufizim i mendimit lirë juridik dhe i qasjes? Po, sigurisht se po. Po, unë mendoj që edhe qëllimi i dhomës avokatëve ka qenë në fillim ndoshta fisnik, për vetë faktin që është dashur të mos periodikohen sendet, mos jepjen kahje të gabuara, po vetë prokuroria ka dhënë kahje të gabuara, për bindjen time. Dhe tani ato gabime që bëhen në fillim, si pasoj dalin më vonë pengesë procedurale për të vazhduar procesin në rrugën e drejtë, në rrugën siç duhet. Uroj, thash edhe një herë, unë të jemi gabuar, po forma se si veprohet edhe si bëhen ato glorifikimet mediatike edhe tendenca që ka prokuroria që të heshtë të gjithë, tani mbi gjitha në këtë fazë që fillon nesër, prokuroria është palë, është po e njëjta, po e barabartë me avokatin mbrojtës të akuzuarve. Tani neve nuk mundemi duke u bazuar në dëmin e madh që është bë dhe të shkelim drejtësinë dhe të heshtim avokatet që ato mos folin për anomalitë e prokurorisë. Është nonsens, është absurd dhe unë mendoj që nuk duhet vepruar kështu. Prokuroria ka një akt akuzë të cilën duhet ta vërtetoj para trupit gjykues. Unë uroj që trupi gjykues të jetë i paanshëm, edhe pse në këto kushte dhe këto rrethana është shumë e vështirë të jesh gjykatës në këtë çështje. Është shumë e komplikuar me pasoja shumë të rënda shoqërore, me një njollë që do e lënë shoqërinë tonë si disfunksionalitet i përgjithshëm shoqëror. Me thënë, këtu nuk e ndajmë gishtin ka dikush. Këtu në tërësinë gjithë kemi ra për provim. Thënë, edhe organizimi familjar, edhe organizimi shoqëror, edhe organizimi sistemor, mos folim për gjykatën e prokurorinë, përse duheshin 6 muaj, në qoftë se nuk janë bërë ekspertizë. Për atë janë 6 muaj, që të bëhen gjithë ato ekzaminime, gjithë ato prova, sigurohen provat. Tani kush do del fajtor? Pak është me rëndësi.
Po atë që të shpallim fajtor, në të vërtet, ta kemi të dokumentuar me prova konkrete, me prova të pathyeshme, që edhe ne tjerët që jemi vrojtues nga jashtë, të marrim një bindje se u vendos në vend të vetë një padrejtësi që është bërë sistemore për sa i përket kësaj ngjarje. Pse? Pse them sistemore? E para, edhe pse objekti nuk ka plotësuar asnjë kriter edhe teknik, edhe operativ. Jo është lejuar të bëjë veprimtarinë. Ta lëmë atë. Nuk ka asnjë komponent ndihmëse që të mundsoj ative njerëzve, ative të ngradhve që kanë qenë brenda disit shpëtojnë kokën. Dyert rezerve janë të mbyllura, janë të bllokuara. Lartësia është jo adekuate. Ambientimi ose ventilacioni i vetë objektit është jo efikas. Numri i njerëzve që janë brenda është i 2 fish apo i 3 fish i kapacitetit që ka vetë objektet të lëri. Vetë objekti është i adoptuar për një hangari, për një, punëtëri. Gjitha këto folin për një disfunksionalitet sistemor. Tani ati kanë shku inspektoratet të ndryshme, edhe të tregut, edhe të standardeve, edhe të drejtorisë mbrojtje dhe shpëtim. Shumë institucione këtu kanë kompetenca që të bëjnë kontrolin. Një institucion, ose një objekt afarit si ai plotëson kriteret minimale teknike për të operuar në këtë formë apo jo. Dhe neve tani këtu, si kur e kërkojmë fajtorin, krejt dikun tjetër, vetëm që të kemi një fajtor. Unë mendoj se nuk do të bërë kështu. Mbi gjitha, këtu kemi përgjegjësi të drejt për drejt, po kemi edhe përgjegjësi të ndërmjetme nga ato njerëz që nuk kanë bërë detyrën. Se vepra penale nuk bëhet vetëm me veprim, bëhet edhe me mos veprim. Dhe këtu kemi shumë njerëz që mund të thirren në përgjegjësi për mos veprimin e tyre. Tani unë nuk e di, nuk e kam pas akt akuzën para vetes që të determinoj dhe të shoh edhe provat, se nuk jam pjesëmarrës në procedurë. Po mbi gjitha uroj ato njerëz që akuzohen për ato të ketë prova dhe të jetë mbështetur në dispozitat pozitive ligjore që kemi në shtet. Shkurt për ta përmbyllur, zoti Osmani, opozita ka paralajmëruar një komision anketues në kuvend, përderisa vazhdon hetimi një komision anketues për Koçanin. Sa do të ishte e logjikshme dhe ta cënonte hetimin apo gjykimin? Politika për herë don nga këto kazuset e mëdha, nga këto çështjet e mëdha përfitoj. Edhe më duket shumë e ulët që përfitohet nga një situatë kaq e vështirë, kaq serioze, të lëmë institucionet të bëjnë barem këto në fund që duhet merren me atë çështje, të bëjnë detyrën si duhet. Unë me sa kam eksperiencë dhe sa kam kaluar në jetë, për herë kur doam ndonjë punë të mos zgjidhet fare, formoj një komision, edhe ai komisioni anketues dhe bëja atë vërvërin e politikës edhe në fund asgjë. Faleminderit për kohën tuaj, Nalsa. Ju faleminderit edhe ju. Pas siglës vazhdojmë me informacione të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.